Shqipëria është në krizë. Në krizë në kuptimin më të mirë të tillë fjalës. Sepse kriza, duhet ju kujtoj, është një fjalë vjetër greke që tregon atë pikë jetës të smurit ku gjendja nuk mund të vazhdojë më si më parë. Ku duhet një ndërhyrje energjike, përndryshe i smuri ose do vdes, ose sigurisht do të rigjenerohet tërësisht. Në këtë kuptim, unë kam përshtypjen që sot, si asnjëherë tjetër, Shqipëria është në krizë. Dhe kriza është dhe një mundësi rigjenerimi, është një mundësi transformimi. Prandaj ne si lëvizje do të nisim një fushat që po fillon me këtë takim, ku do artikulojmë idetë tona dhe do të shkojmë popull, duke u thënë qytetarëve, ne kemi një platformë se si dilet nga kriza. Ne kemi një platformë se si kriza mund të përdoret, jo për të na marrë frymën fare, por për të rigjeneruar shoqërinë, institucionet edhe demokracinë tonë. Sa shumë na kanë vjedhur? Kjo është një pyetje kërkimore, por është edhe një parrull motivuese. Në fakt ne nuk e dimë sa shumë na kanë vjedhur. Ne përfytyrojmë që na kanë vjedhur shumë, po se sa shumë na kanë vjedhur në 35-36 vitet e fundit, asnjë njeri deri më sot, asnjë institucion publik, asnjë studiues nuk e ka llogaritur. Por ne mendojmë që kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme. E para për të kuptuar çfarë kemi humbur, e dyta për të nxjerrë përpara drejtësisë dhe opinionit publik fajtorët e përgjegjësit, dhe e treta për të rikuperuar çfarë është e rikuperueshme nga gjithçka që na kanë vjedhur deri më sot. Kjo është arsyeja pse ne në Kuvendin e Shqipërisë do të marrim iniciativën për të ngritur disa komisione hetimore, të cilat do të përpiqen të kuptojnë këtë proces vjedhjeje që është bërë përmes 3 mënyrave kryesore: privatizimeve të mëdha, koncesioneve dhe ligjit të investitorit strategjik. Sigurisht, në Shqipëri është vjedhur dhe mënyra të tjera, por këto janë 3 mënyrat se si nga fillimi i viteve 90 e deri më sot Shqipëria është vjedhur.